Pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të komentuar pak ngjarjet më të fundit në fakt që po ndodhi në Big Brother VIP Albania 5. Ka ndodhur shumë dinamika interesante, kemi parë shumë lot, kemi parë shumë emocione, por në fillim u deklaruan që këto që sot derdhin lot dhe i mungojnë njëri tjetrit, u deklaruan si dy miq shumë të afërt, konkretisht si baba edhe si vajzë. Afërsia që Miri ka krijuar me Stelinën në fakt le shumë për të menduar. Dyshimet e para janë hedhur brenda shtëpisë së Big Brotherit, banorët kanë patur dyshime, kanë ngritur pikpyetje për afrimitetin e tyre, për marrëdhënien e tyre, por në fakt përgjigjja e Mirit edhe Stelinës ishte që jemi thjesht si babe dhe bi dhe nuk është se kemi në fakt një raport me njëri tjetrin. Por hyrja e Mirit në shtëpinë e re të krijuar nga vllau i madh i quajtur si Aquarium, Miri në dhomën e rrëfimit ka qarë jashtëzakonisht shumë për Stelinën, ndoshta edhe duke mos e ditur që kjo video do t'i bëhej publike. Ai ka thënë që unë e dua atë vajzë, është një vajzë shumë e mirë, duhet t'i kisha qëndruar afër në momentet kur asaj i mbërriti letra dhe mendoj që kur e do njeriu duhet në momentet më të vështira të jesh sa më afër saj. Dhe këtu në fakt unë nuk është se shoh më një raport bab edhe bi, po shoh një raport dashurie. Edhe pse Landi, kolegu i Mirit, tha në televizionin Top Channel në emisionin Shqipëria Live që Miri konsideron një dashuri shumë të madhe për gruan e tij dhe ka një familje shumë të lumtur, siç duket Miri tani po ngroh zemrën e tij me Stelinën. Ai nuk është se di se çfarë i ka shkruar babai i Stelinës, por shoh që edhe Stelina ka në fakt një mungesë të Mirit, ka një mungesë të kohës me të, ka një mungesë të dashurisë, vëmendjes së Mirit dhe siç duket këtu po krijohet një marrëdhënie e re. Si mendoni ju, si e shikoni ju këtë lidhje dashurie apo këtë lidhje shoqërore apo le ta themi baba edhe bi?